Kja është për klasën e rënë. A di në dikush më të regoj që ka quajnë 3 këndësh? A joni? Ja fyre mbyllur e cila përbëhet prej 3 këndëve, 3 kundëve dhe 3 brinjeve, quhet 3 këndësh. Si klasifikojnë 3 këndëshat? Në bazë, hajde me Në bazë të gjatësive, në bazë të masive të tyre. edhe një herë pak më të plot, Arbesha? Në bazë të gjatësive të brinjeve dhe në bazë të masive të këndëve. Shumë. Në bazë të mallësisë së këndëve, çfarë 3 këndësha kemi? Këndë drejt, këndë ashtu pra. Po çka është 3 këndësh i këndë drejt? Kosovarja? 3 këndësh i cili përmban një këndë të drejtë, quhet 3 këndësh këndë drejtë. Shumë. Sa brin ka 3 këndësh i këndë drejt, Djelza? Ka 3 brin. Si quhen brinjet e 3 këndësh i këndë drejt, përgjigjet e sakta? Shikoni, del dikush këtu? Hajde. Mirë, po ti. Çka qenë ka 3 këndësh i këndë drejt? 3 këndësh i cili ka një këndë të drejtë, quhen 3 këndësh këndë drejtë. Sa brin paska? 3 këndësh i këndë drejtë ka 3 brin. Si quhen brinjet e shkurta? Brinjet e shkurta të tij quhen katete, kurse brinjet të gjata të tij quhen brinjet. Sa brinjet e gjata ka? Shiko mirë? Brinjet e gjata një ka. Aja quhet hipotenuza. Brinjet e shkurta janë katete. Shumë bukur, shpëndante. Një shembull. Janë dhënë gjatësitë e brinjeve. Brinja A, gjithsesi katetja është 3 cm. Brinja B, pra katetja tjetër 4 cm, dhe brinja C, apo hipotenuza është 5 cm. Del dikush na tregon, si e kemi zgjidhur këtë detyrë? Kemi edhe ilustrimin për 3 këndësh i këndë drejt. Valdrini? Teorema e Pitagorës. Çka thot teorema e Pitagorës? Çka thot teorema e Pitagorës? Arbesha? Nga sipërfaqes katrore e ndërtuar në hipotenuzë është e barabartë me shumën e sufrinave të sipërfaqes së ndërtuar mbi katetë. Kush dhe nga tregon, çka po sheh në ilustrim këtu? Djelza? Të 3 këndësh të brinja A shohin sipërfaqen katrore të ndërtuar mbi katetë. Dy brinjet, apo mbi katetat? Po B? Shohin sipërfaqen katrore të ndërtuar mbi katetën D. Po në C? Shohim sipërfaqen katrore të ndërtuar mbi hipotenuzën C. Po nëse i bashkojmë këto dy sipërfaqet katrore të dy kateteve, çka fitojmë? Fitojmë sipërfaqen katrore të ndërtuar mbi hipotenuzë. Kjo pra është kuptimi i teoremës së Pitagorës. Vazhdojmë. Vendona? Hajde vendon. Çka kemi të dhënë këtu? Kemi të dhënë gjatësitë e Brinje? ku brinja ose katetja është e gjatë 3 cm. Brinja B është 4 cm, ndërsa brinja C është e gjatë 5 cm. Çka po kërkohet të zbatohet këtu? Zbatohet formulat e teoremës së Pitagorës. Ashtu. Çka është kjo? Katetja në? Në katror. Plus? Katetja në katror është e barabartë me hipotenuzën. Në katror. Sa është katetja në katror? 3 në katror. Është 3 në katror. Bëjmë sa? 9 Në katror. Plus 4 në katror. 16 cm. Atëherë sa po bëjmë? 25 cm. Gjithsesi 5 në 16 plus 9. Apo 25. Ashtu pra. Vazhdojmë tjetër? E këtu, kjo është një vërtetimi i formulës së teoremës së Pitagorës. Qysh kemi ardhur deri te kjo teoremë? A në katror plus B në katror plus C në katror. Ne do ta shpjegojmë këtë. Te ju nuk e kemi shpjeguar deri tani. Klasën e 8 do ta shpjegojmë me juve. Po sot vetëm pak do t'ju tregoj se si është zbatuar kjo në këtë punim. Çka kemi këtu nxënës? Prej këtu deri këtu. Çka është ky? Çka është ky? Katrori. Brinja katrori që ka A plus B. A sheni? Edhe brinja tjetër A plus B, edhe kjo A plus B, A
sepse siprina sipërfaqes katrore është kjo brinjë gjatësia brinjës, herë gjatësia brinjës tjetër, më thënë, ma herë kemi thënë. Kto është paraqitur rrëtimi i formulës së teoremës së Pitagoras. A plus b në katror e barabartë me c në katror plus 4. Një e dyta a herë b. Një e dyta a herë b është formula e trekëndshme. A në katror plus 2a është herë b plus b në katror është barabartë me c në katror plus 2a herë b. Dhe nga kjo vjen formula a në katror plus b në katror e barabartë me c në katror. Çka kemi testuar? Kemi testuar 2a. 2a herë b, 2a herë b.